ambasadore e vullnetit të mirë. Përndryshe, një vajzë e guximshme, një vajzë e fortë, një vajzë e cila i doli përballë çdo sfide, çdo sprove, një vajzë që vazhdon rrugtimin e saj me plot guxim, me plot besim dhe me plot sukses. Sonte me neve në episodin e radhës protagonist Edvana Shala. Edvana, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Nuk e ki idenë se sa kënaqësi e kam bisedoj sonte me juve, sepse mi meq, njihemi, por edhe ka kohë që s'ju kam pa. Ku po gjindeni? E vërtet, Rajan, faleminderit shumë për ftesën fillimisht, edhe për mua është kënaqësi e veçantë. Unë jam në Prishtinë tashmë, prej vitesh, atje po zhvilloj aktivitetin, punën, jetën, kështu që peja pak më rroll po më sjell këto. Para disa ditëve, kur ishte dita është përvjetori pavarësisë, ndjeva një lloj kënaqësie, një lloj gëzimi, një lloj mburje kur ju pash që në ngritjen e flamurit merr pjesë. Ishit ju ajo që e ngritën flamurin këtë përvjetor. Cila ishte ajo ndjenjë për ju? Në fakt ka qenë ndjenjë shumë e veçantë dhe ndiri më i madh që Kosova më ka bërë deri tash, prej që e mbaj mandatin e ambasadores tashmë 10 vite, kështu që të vesh në qytetin e Pejës, në vendlindje, aty ku i rrit, i ke marrë hapat e parë të suksesit, të shkollimit, të gjithë përvojës time dhe të ngritësh flamurin për një ditë kaq të veçantë siç ishte 17 vjetori i pavarësisë së Kosovës. Natyrisht që është një emocion që nuk përshkruhet lehtë me fjalë, por mbi të gjitha e thash është një privilegj, është një nder i madh dhe një krenari, duke ditur faktin që tashmë ka 10 vite që unë kam ngrit atë flamur kudo në botë, nëpër konferenca të ndryshme të organizuara në vendet ndryshme të botës, por asnjëra prej tyre nuk u krahasua me ndjenjen e veçantë që ma dha qyteti i Pejës atë natë. 10 vite ambasadore e vullnetit mirë, nëse nuk gaboj, 2 mandate i bjen, po? Po 2 mandate. 2 mandate dhe si duket do e vazhdoj, sepse UKB-ja nuk është e interesuar të më heqin nga pozita, kështu që vazhdoj të jem ambasadore e vullnetit mirë për Kosovën në IHRC, deri në vendimin e radhës të organizatës. E di që kem mjaft angazhime, mjaft udhëtime, mjaft shpenzime, i bën gjitha këto me të vërtet nga vullneti i mirë, apo është ndonjë kosto, ndonjë pagesë, thjesht që realisht ja vlen të punohet, merresh me këtë çështje? Bëhet nga vullneti i mirë. Natyrisht ka edhe momente kur ne paguhemi për projektet që i bëjmë, por sa i përket shpenzimeve ato mbulohen nga shteti i Kosovës, nga qeveria, por edhe nga Organizata e Kombeve të Bashkuara ose institucionet me të cilat unë bashkëpunoj. Rajan, misioni i ambasadores vullnetit mirë në Kosovë dhe jo vetëm cilësohet si misioni më fisnik në botë. Kështu që natyrisht ne kam pas fatin edhe privilegjin e lartë që në një moshë shumë të re më emëru në këtë mision diplomatik, edhe natyrisht me qenë zë i Kosovës, i të rinjve të saj, kategorive të marginalizuara, i të drejtave të njerëzit në përgjithësi, edhe në vendet ku nuk e njohin shtetësinë e Kosovës, çka natyrisht konsideroj që është një arritje e lartë për shtetin, sepse aty ku nuk ka qasje politika, aty mund të flason me bindje të plotë për historinë e Kosovës, për progresin e saj që ka bërë, për nevojat, për gjithçka që neve na karakterizon si popull. Kështu që për te misionit, për te vullnetit mirë, do të thoja është mision jetësor për te misionit diplomatik. Dhe në fakt edhe për mua është ndruar në një mision jetësor që të përfaqësoj vendin, të ndihmoj njerëzit në nevojë, të jem aty ku secili mund të ketë nevojë për ndihmën time. Misioni juaj si ambasadore kushtimisht dhe me plot bindje them se është i shajtë. Ambasadorët e cekët e vetë nuk do të thotë që të janë veç nga sfera e politikës. Ne i njohim ambasadorë që përfaqësojnë Kosovën në shtete të ndryshme. Kemi ambasador të sportit, kemi ambasador të muzikës, të kulturës, të sferave të ndryshme. Flasim pa dorza, ambasador politik që i kemi. A mendon se e kanë kryer punën e mirë, ashtu siç duhet? E di që ki kontakte të mira me gjithë, po të flasim pa dorza. Ai e kënaqur me punën që ata e kanë bërë, për çfarë dhe paguhen? Ta them të drejtën, është e vërtetë që kam kontakte me të gjithë, është e vërtetë që secili udhëtimi im i bëhet edhe në koordinim me ambasadat tona kudo në botë. A jam e kënaqur me punën e tyre? Po, jam e kënaqur, por nëse më pyet a ka ende për të bërë dhe a ka ende vend për më shumë, patjetër që po. Kështu që mendoj që secili ambasador që është i akredituar kudo në botë ka mundësinë të bëjë më shumë për shtetin e Kosovës, t'i largoj pak interesat e tyre personale, ta marrin edhe ata si një lloj misioni jetësor për ato 4 vite që janë të akredituar në atë vend dhe natyrisht që Kosovës t'ia lënë një imazh sa më të mirë në shtetin ku veprojnë. Pra gjithmonë ka vend për mirë e më mirë dhe konsideroj që edhe ambasadorët tonë mund të bëjnë më shumë në pozitat në cilat janë. Ta përashtrova këtë pyetje sepse ka vite që se kemi asnjë njohje
të shtetit Kosovës? Tani sa i përket njojeve, mendoj që nuk është faji i ambasadorëve të akredituar atje, është Ministria e Punëve të Jashtme ajo që e ka për detyrë të merret me këtë gjë, natyrisht në koordinim me ambasadat, mbase mund t'ja hedhim fajin Ministrisë së Jashtme ose ku e diun aktorëve të ndryshëm politik që kanë ndikuar, por duhet ta kemi parasysh që edhe Serbia e ka një ofenzivë të jashtëzakonshme të punojë kundër Kosovës, kështu që ne duhet jemi pak më vigjilent edhe pak më punëtor që të punojmë edhe ne kundër asaj ofenzive që e bën Serbia në vazhdimsi në mënyrë që të kemi qasje në organizata ndërkombëtare dhe të kemi njohje ndërkombëtare. Serbia punon në baza ditore, ndërkohë që nganjëherë Kosova po m'duket se haron që duhet punojë në baza ditore për ta mbrojtur integritetin edhe shtetësinë e saj. Kështu që kemi ende shumë për të bërë. Ja nisëm bisedën fuqishëm, ja nisëm bisedën me disa kritika po quaj kushtimisht edhe pse jo të drejtë për drejta. Kthehemi edhe do e zbusim bisedën, do ta kthejmë bisedën në pikën 0. A keni një moment veçantë nga fëmijëria, nga rinia juaj e hershme, sepse një akoma vajzë e re, e cili moment ndoshta edhe ju motivoi që të merreni me këtë mision shajt? Faktikisht po, unë jam motivuar prej kohës kur kam qëndru në Zvicër gjatë kohës së luftës, atje faktikisht kam nisë me u marrë me aktivitetet të ndryshme të fëmijëve, pastaj ka qenë babi ai i cili më ka motivuar me vazhdu tutje edhe pas kthimit tim në Kosovë dhe të bashkohem shumë organizatave të ndryshme që kryesisht punonin për të drejtat e njerëzit. Sa i përket momenteve të veçanta në fëmijëri, natyrisht si çdo fëmijë tjetër ka momente të veçanta në jetë. Ju e dini që unë nuk e kam pas një fëmijëri të zakonshme sikur të gjithë të tjerët, për shkak të vështirësive shëndetësore që i kam pas që nga lindja e këndej, po gjithsesi përtej asaj e konsideroj që kam pas një familje shumë të bukur, shumë të lumtur edhe gjithmonë kam qenë shumë ambicioze për të arritur në dëshirat edhe në qëllimet e mia. Ajo që mund të them është që jam e lumtur që ndoshta 90% të gjitha synimeve të mia si fëmijë sot i kam bërë realitet, edhe nganjëherë kur rikthehem në retrospektive dhe e mendoj them sa e jashtëzakonshme është jeta. Ato që e mendojmë, nëse punojmë fort për të edhe ja arrim. Fëmijëria jonë po them ka qenë më ndryshe se sa fëmijët sot. Ka qenë respekti më i madh. Bullizimi ka qenë ndoshta në masat minimale. A ka pas bullizim në rastin tënd për shkak të vështirësive shëndetësore që i ke pas? Unë e kam cek shumë herë në rajon që Elvana nuk është bullizuar kur ka qenë fëmijë, as në moshën e rritjes në shkollën e mesme ose në universitet. Ndoshta bullizimi fatkeqësisht më i madh më ka ardhur nga pjesa politike e Kosovës në kohën kur unë jam emëruar ambasadore e Vullnetit Mirë për Kosovën. Kjo ndoshta për faktin se nuk ka pas një vetëdijsim të lartë qytetare as politik që një person që kishte vështirësi të vogla ta quajë në lëvizje mund të jetë në një pozitë të rëndësishme ndërkombëtare siç ishte misioni i ambasadores. Edhe aty ka qenë një luftë, do të thoja, verbale me secilin për t'i bindur që po Elvana do t'ja dalë ta mbajë me krenari misionin me dinjitet edhe natyrisht ta bëj shtetin e Kosovës krenar pavarësisht vështirësive që ju i shihni që i kam në lëvizje. Por për këtë jam e lumtur që pas një viti kam arrit me i thy krejt ato paragjykime, krejt ato barriera dhe me pas një mbështetje shumë të fortë të spektrit politik, pavarësisht se cila parti ka ardhur në pushtet, për mua as që ka qenë e rëndësishme as nuk është, sepse ne jemi të detyruar të punojmë me secilin, kështu që për këtë jam shumë e lumtur që sot Kosova e di sakt që mund të ketë një person në pozitë rëndësishme edhe nëse ajo ka vështirësi të vogla në lëvizje. Dhe mendoj që kam qenë një shembull i mirë se si duhet të luftohet për ta mbrojtur dinjitetin tënd, por edhe të tjerëve. Deri në cilën moshë e ke pas vështirësitë më të mëdha të lëvizjes dhe kur kanë filluar pastaj operimet, përmirësimi i gjendjes? Deri në moshën 20 vjeçare. Ju e dini edhe ka dalë një dokumentar zyrtar mbi jetën time i realizuar para 2-3 vitesh nga Radio Televizioni 21, aty është thënë gjithçka nga fillimi deri në fund. Vështirësitë më të mëdha kanë qenë deri në moshën 20 vjeçare, kur unë kam takuar doktor Florin Ramadanin edhe jam ushtruar diku 8 operimeve nga duart e tij, për ta sjellur rezultatin cilin e kam sot, për ta minimizuar vështirësinë në lëvizje dhe natyrisht për të pasur një jetë krejt ndryshe nga ajo që isha mësuar në familje. 8 operacione, 10 operacione. Por 8 janë nga doktor Florini. 10 operacione, po besoj të 10 vështira. Secila më vështirë se tjetra, por realisht më të vështirat kanë qenë ato të 2010-s dhe 2012-s nga doktor Florin Ramadani në Austri, të cilat e bën kthesën e jashtëzakonshme drastike në lëvizshmërinë time dhe në dukjen time në përgjithësi. Kanë qenë operime që kanë zgjatur më shumë se 7 orë.
natyrisht kam qenë në prag të vdekjes, fatkeqësisht, kështu që në çdo operim ka qenë vështirësi e jashtëzakonshme fillimisht të mbijetoj, e pastaj të merrem edhe me çështjet e rehabilitimit, të cilat asnjëra prej tyre nuk ka zgjatur më pak se 7 muaj izolim total në shtëpi. Kështu që pas secilës sfidë shëndetësore gjithmonë e kam pas një rehabilitim shumë të vështirë, por gjithmonë me mbështetjen e madhe të familjes, shoqërisë dhe njerëzve që kanë besuar në vullnetin tim edhe në dëshirat e mia që një ditë me qenë shëndosh, por mbi të gjitha mos me lënë anasha dëshirat për sukses. Me qenë se doktor Florimin nuk e kemi këtu, do doja shumë ta kisha, po besoj se do ta kem të ardhmen në studio si mysafir. Ta sillon pa merak. Okej, a mund ta tregosh spaku në aspektin shkencor, mjekësor? Çfarë ka ndodhur në këto operime? Çfarë është munduar të bëhet të nxjerret më e mira nga këto operime? Ju e dini që vështirësitë e mia në lëvizje kanë ardhur si shkak i diagnozës së gabuar nga një doktor IPS, fatkeqësisht në kohën kur isha fare fëmijë, diku 6 muajsh. Dhe çka është bërë tek doktor Florini ka qenë një ndryshim drastik. Nëse muj me shpjegu në formë të popullore për me kuptu edhe publiku, është sharu komplet këmba në dy pjesë, edhe në pjesën nën gjuhë edhe mbi gjuhë, edhe është drejtu pastaj me pllakat metalit, me shafa të ndryshëm e tjerë. Po e shpjegoj krejt thjesht për me kuptu publiku se në gjuhën e mjekësisë sigurisht doktor Florini din më mirë me shpjegu, edhe tash mundeni me paramendu vetë se sa e vështirë ka qenë me imbjetu një vajzë 20 vjeçare atij lloji operimi. Pra ka qenë diçka jashtëzakonshme edhe për vetë doktor Florinin, po fati ka qenë në anën tonë edhe ja kemi dalë pas atij operimi që e thash është zgjuar më shumë se 7 orë. Kam pasur një ndryshim drastik në dukje edhe në lëvizje, sa që askush nuk e besonte që jam unë realisht. Edhe në konferenca të ndryshme shkencore kur doktor Florini e ka paraqit rastin, shumica prej tyre ndërkombëtare nuk e kanë besuar që unë i kam mbijetu, e lëre më ta kem këtë lloj suksesi të cilin e kam arritur sot. Por a ka qenë e vështirë, është e jashtëzakonshme. Kam përcjellur postimet e juaja para çdo operimi. Edhe në ankth e kemi pritur rezultatin edhe paraqitjen tuaj pas operimeve. Sa ke marrë mesazhe, sa ke marrë përkrahje, a ka pas momente kur ti vetë nuk e qenë sigurt të hysh apo mos të hysh në operim? Po, gjithmonë është ajo pasiguria, pas një diskutim, sidomos në këtë të fundit, se ky i fundit nuk ishte fort i planifikuar as në agjendën time, as në agjendën e doktor Florinit, por ishte domosdoshme që ti nënshtrohesha të 10 me radhë, edhe rrezikshmëria, frika do t'i mbijetoj, si do të shkojë gjithçka, do të ketë sukses, ka qenë gjithmonë e pranishme. Por, po them edhe njëherë mbështetja e madhe e shoqërisë, e familjes, edhe vetë doktor Florini, që është si një prind i dytë për mua, ma ka dhënë atë forcën edhe guximin që të vazhdoj tutje, edhe të hyj këtij rrugtimi sado i vështirë. Por e dija, diçka e ndjeja brenda që në fund do jetë i suksesshëm. Thatë që gjithçka ka filluar nga një gabim që ka ndodhur në lindje pas lindjes. Jemi popull që ankohemi, jemi popull që e njohim gabimin, e dim gabimin, mirë po nuk kërkojmë asnjëherë dëmshpërblim. A ke kërkuar apo a ke menduar kërkosh dëmshpërblim? Jo, fatkeqësisht jo, sepse kjo ka ndodhur para 35 vitesh tashmë. Edhe unë kam qenë atëherë fare fëmijë, nuk e kam ditë deri vonë se çka ka ndodhur me situatën time, me jetën time. Prindërit në vend të dëmshpërblimit kanë qenë të fokusuar për gjetur shërim për mua, ku nuk kanë lënë vend të botës pa më dërguar, ku dikush ka thënë diçka, unë kam qenë gjithmonë aty për të pa nëse do të ketë rezultat, nëse do të ketë shërim, kështu që fokusi ka qenë tash të merremi me Elvanën edhe me të ardhmen e saj, e jo të merremi ose të kërkojmë ndonjë lloj dëmshpërblimi. A do doja të takoj atë doktor ndonjëherë? Po. A e ke taku? Jo, asnjëherë. E di kush është, natyrisht nuk dua të flas me emër, se dua t'ja bëj familjen të ndihet keq, sepse janë një edhe familjen, por a do doja ta takoj një ditë? Po. Besoj se e din ai kush është. Ai që e shikon, besoj Kam përshtypjen që po, sepse kjo situata ime është bërë shumë mediatike, u bë shumë virale, interesimi ka qenë jashtëzakonisht i madh i mediave pas çdo lloj operimi, se si po ecë ambasadoria, çka po ndodh, tek po ndodh. Po arsyeja vetëm pse e kam bërë publike gjithë situatën është për t'i ndalë paragjykimet karshi personaliteteve si unë e para, dhe e dyta për qenë motiv për të tjerët të cilët mbasi janë duke kaluar në situatën time. Kam vendosur që ta shfrytëzoj në një farë forme ndikimin tim si person publik për t'ju ndihmuar të tjerëve. E ceka dëmshpërblimi sepse këto operime kanë kosto.
kosto të larta. Një operim i thjesht ka një kost caktuar. Lërëm operime që zgjasin orë të tëra. I keni bërë gjitha me shpenzime të familjare, me shpenzime të Shumica, po, dy operimet e para e kom pas, 2 operimet e para në Austri janë mbështetur 60% nga Ministria e Shëndetësisë, të tjerat janë kryer natyrisht me mjete financiare të familjes. Flasim pak për aktivitetin, sepse realisht është cekur në dokumentar, mirë po për ata që se kanë pa dokumentarin, pa ata dëshirë ta apotojnë kësaj. Sot Elvana, bëta të spekje, ka gjendje shumë më të mirë, dukshëm më të mirë. Zyrat, studiot... Ju që më keni njohur si fëmijë e dini sakt, kështu që... Do ta lidhim me një shembull konkret. Zyrat apo studiot e Inklikit, protagonistit gjenden në katin më të lartë të shtëpisë së kulturës, domit kulturës. Lodhemi edhe kur ngjitemi të lartë, e kemi bajg i vështirë me marrë vetën. Elvana ja doli shumë mirë. Madje më mirë se unë që e shoqërova në katin e 5, se bie me përves katin e 6. A është kështu? Kjo i bie që mundi i 10 operimeve është shpërblyer. Kështu që për këtë jam shumë e lumtur. Edhe ne ndjehemi shumë të lumtur për gjitha këto, dhe gjitha rezultatet, gjitha sukseset dhe është për shëndetin e mirë, plot, po thënë kushtimisht që sot. Faleminderit shumë. Sot e gëza. Si ka ndikuar aktivizimi juaj Elvana në jetën tuaj personale dhe në mënyrën se si e shihni botën? Aktivizimi juaj si ambasadore, në aktivitetet të ndryshme. Konsideroj Rajan që ka pasur një impakt shumë të lartë dhe impakt pozitiv natyrisht, nisur siç e thash nga fakti duke qenë ambasadorja e parë në Kosovë që ishte ndryshe në duke, e disa vështirësi të vogla në lëvizje, për çka ishte e re në Kosovë, siç e thash në fillim. Pastaj në aspektin tjetër që ishte misioni i parë i llojit të tillë që u dha në Kosovë, po ata rastin të flas për Republikën e Kosovës në çdo kënd të saj, përfshirë edhe në shtetet që nuk e kanë njohur Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe shumë organizata të tjera, të cilat ne nuk jemi pjesë anëtare, por mbi të gjitha edhe të organizoj projekte që kanë të bëjnë me të drejtat e njeriut dhe kategoritë e ndjeshme të shoqërisë tonë. Këto projekte kanë pasur një ndikim shumë pozitiv, ndikim të jashtëzakonshëm, sepse publiku e ka pa që edhe këto kategoritë të ndjeshme kanë dinjitet, kanë jetë, kanë talente të ndryshme, e vetmja gjë që ne duhet bëjmë është t'u japim hapësirë dhe mundësi që ata të jenë të barabartë sikur të gjithë të tjerët. Dhe për këtë sinqerisht jam shumë e lumtur që kom sjell, do të thoja, një frymë të re, të gjërave të ndryshme në Kosovë, të gjërave të pabëra më herët, të papara më herët, në përvende ku zoni i Kosovës ose emri i Kosovës nuk ka qenë fare në hartë. Dhe unë e kom pas nderin edhe kënaqësinë me dërgue para, me fole para për secilën histori dhe mendoj që këto gjëra e bëjnë diferencën pastaj edhe në sytë e botës, por edhe në sytë e popullit të Kosovës. A ka një moment caktuar, një moment veçantë në këtë rrugtim të gjatë që e ke bërë, cilin do të ta potencoje si jashtë apo në Kosovë? Rrugtim t'juaj, mision t'juaj, çfarë do të qoftë ai që është momenti më i veçantë që nuk do të harroni kurrë. Besom që secili moment është shumë i veçantë në momentin që nisesh nga Kosova drejt një rrugtimi ku do qoftë ai, po natyrisht ato më të veçantat janë kur flet në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, në organizatën më të madhe në botë, pjesë së cilës natyrisht nuk figuron fare si shtet. Sidomos një moment i veçantë ka qenë në vitin 2019, kur prapa meje ka valuar edhe flamuri i Kosovës, diçka që është rrepsisht e ndaluar brenda Organizatës së Kombeve të Bashkuara në New York, por është lejuar si shkak i respektit të misionit tim si ambasadore e vullnetit mirë dhe të historisë Kosovës për cilën flisja. Një moment tjetër i dytë është marrja e çmimit Global Youth Leadership Award nga zëvendës presidenti i Nepalit Nanda Kishore Pun. Nepali është gjithashtu një shtet që nuk e njeh fare Kosovën dhe nuk kemi marrëdhënie diplomatike me ta, por që kanë vendosur ta njohin punën e një ambasadoreje siç isha unë. Dhe që është më e veçanta, këtë çmim e ka marrë pikërisht në vitin 2021, në një nga operimet më të rënda që i kisha, edhe e kam nisë rrugtimin nga Prishtina drejt Nepalit në karrocë. Thjesht për të marrë çmimin, sepse duhet të isha prezente, edhe jam zgju për të ecë, mund me thonë ndoshta 2-3 metra, krejt ose më pak, thjesht për ta pranuar çmimin në skenë dhe për të kthyer sërish pastaj edhe të ulem. Ky ka qenë një moment krenarie, një moment nderi për Kosovën, por edhe një moment i guximshëm që në ato rrethana fare të rënda shëndetësore të marrësh rrugën prej Kosovës drejt Nepalit. A keni pasur ndonjë moment i cili realisht ka qenë i vështirë? Dhe ndoshta ju ka sjellur në atë pikë që të heshni dorë nga ky aktivizim juaj? Kjo ka ndodhur veç në fillimet e mia kur kam filluar me pas paragjykimet nga pjesa politike e Kosovës, siç e ceka.
Edhe po, aty ka pas shumë herë momente që kom thënë, okej, s'po ja vlej ka do e lë. Po këtu e kam pas një impakt jashtëzakonshëm misionet e huaja diplomatike në Kosovë, ambasadorët ndërkombëtar, cilët më kanë mbështetur jashtëzakonisht shumë, edhe thjesht fjalët e tyre ishin gjithmonë Elvana ti do mbetesh, ata do shkojnë sepse politika nuk është e përhershme. Kështu që duhet të jesh e fortë dhe duhet të tregosh që ti do ja dalësh pavarësisht paragjykimeve që ata mund t'i kenë karshi teje. A keni ndonjë histori prekse, e cila realisht historia jote, këshillat e juaja, fjalët e juaja kanë bërë që t'ja ndryshoni jetën dikujt që është ndoshta ka qenë i ngjajshëm me aftësitë e juaja. Ndoshta jo bash i ngjajshëm, po e kam një rast të një gruaje e cila vuante nga kanceri. Edhe unë nuk e njeja, ajo më kishte në rrjetet sociale, në Facebook, edhe e kam takuar në një konferencë një ditë, nuk ka shumë kohë, edhe po vjen drejt meje, po më përqafon edhe tha, ti s'më njeh mua, tha, po unë të njeh ty, tha, unë vuaj nga kanceri, tha, jam në gjendje shumë të rëndë, edhe sa herë që dëshpërohem, sa herë që demoralizohem, tha, hyn në Facebook të ti, shikoj fotot e tua, tha, edhe shoh që ende ka shpresë, edhe po fillon me qajt. Dhe janë kur s'ka me haru atë moment, kur heq, edhe po e pës tash si është emri juaj, ma tregoj emrin, tash që pak të më të di. Dhe gjithmonë ta hi edhe krejt fotot i bëj like, tha veç me tregu që jam aty, jam në profilin tënd. Edhe filloj me qajt me zë. Nuk e haroj kur atë moment, edhe aty e kom pa se sa i madh është impakti ynë kur ne ndajmë një copës të jetës sonë, sa do e vështirë që është me të tjerët, edhe shet që ti inspirim ose forcë, qoftë për një moment të vetëm, për një njeri që ndoshta fare se një, po ke arrit me i hy në shtëpi, me i hy në zamër edhe me të marrë si inspirim për jetën e saj. Pikërisht këtu desha të vjes, si shihni rezultatet e juaja dhe ndikimin që keni pasur për të ndryshuar ndoshta jetën dikujt? E shoh si shumë në mënyrë pozitive, ani pse ndoshta disa mund ta kenë edhe paragjykuar faktin pse situata ime shëndetësore është bërë aq mediatike, por në fakt nuk është bërë për ndonjë arsye personale, është bërë thjesht për qenë motiv edhe për t'i ndihmuar të tjerët, edhe kur marr mesazhe të tilla ose kur marr fjalë të tilla nga njerëz që i shoh dhe i takoj në rrugë që nuk i njoh fare, e sheh pastaj që ti ke bërë mirë që e ke ndarë një copë zjete nga vetja jote me të tjerët, sepse ju e dini që personazhet publike të çfarëdo lloji natyre kanë ndikimin e tyre në shoqëri dhe pse mos ta shfrytëzojmë në formën më të mirë që të ndihmojmë tjetrit, i cili mbase është duke vuajtur qoftë nga kanceri, qoftë nga ndonjë smundje tjetër, por për një moment ja kthen buzëqeshjen në fytyrë. Dhe për këtë gjë pra po them, jam shumë e lumtur edhe pse nuk ka qenë lehtë as për mua. As ta bëj mediatike situatën, por kur je në një mision diplomatik edhe përcjellur prej mediave gjatë gjithë kohës, domosdoshmërisht ka me dalë edhe ajo copës e jetës tënde dhe ka me u nda me të tjerët. Por sot kur shoh mesazhe të tilla edhe situata të tilla them, okay, mirë shumë sepse çen kam inspirim për dikë tjetër. Si është situata, cila është gjendja sot e kësaj kategorie shoqërisë? Fatkeqësisht nuk është e mirë në nivelin që do doja të shija dhe fatkeqësisht shumë pak po bëhet për ta, sa do duhej të bënim secili prej nash, sepse gjithmonë e kam thënë nuk mjafton vetëm një projekt i fundvitit i Elvanës ose disa projekte të tjera të organizatave. Duhet punojmë në baza ditore për secilin në mënyrë që t'ua sigurojmë dhe garantojmë një jetë me dinjitet. Ajo që kam ka pengu kohët e fundit shumë është që në fushatën elektorale të zgjedhjeve të fundit nuk janë përmendur fare dhe në asnjërin program të partive politike nuk ka pasur specifikim që çka do të bëhet në qeverinë e ardhshme sa i përket kategorive të ndjeshme të shoqërisë, jo vetëm personave me nevoja të veçanta, por edhe të gjitha kategorive të tjera. Ose i kam lexuar programet dhe ka qenë një paragraf me 3-4 rreshta aty këtu sa për të thënë kemi shkruar diçka, por asgjë konkrete dhe asgjë që garanton atyre një jetë me dinjitet dhe me kushte më të mira. Dhe kjo është dëshpëruese për secilin prej nash që e shohim situatën nga këndi jo politik. Ka shumë të tillë që janë me aftësi të kuizuar, nuk po më pëlqen si terminologji, mirë po parapëlqeti quaj me nevoja të veçanta. Me nevoja të veçanta. Ka shumë persona me nevoja të veçanta, por që ja kanë dalë shumë mirë në jetë, kanë studiu, kanë magjistru, kanë doktoru, por që pjesa më e vështirë e ballafaqimit të tyre është punësimi. Sot edhe në qytetin e Pejës, të tillë që kanë kryer bachelor, kanë kryer master, ja kanë mësuar shumë herë dyerve të komunës, dyerve të institucioneve, sepse ligji obligon që të kenë të punësuar këtë lloj kategorisë shoqërisë, mirë, por nuk gjejnë dyert, nuk hapen dyert për ta.
Çfarë do të shtojë në këtë aspekt? Pse po ndodh një gjë e tillë? Faktikisht Rajan, ne ligjet i kemi shumë mirë të shkruara, të cilat qëndrojnë në sirtar, janë të jashtëzakonshme, por hajde të flasim sa gjejnë zbatim në praktik. Mund të them lirisht 0, në krahasim me ato që të duhej. Dhe kjo është gënjyese. Tani pse ndodh kjo është për shkak se nuk është mjaftueshëm e ngritur vetdia që edhe këta persona, edhe këto kategori janë pjesë e shoqërisë tonë dhe duhet t'i mbajmë të bashkuar me njëri tjetrin e mos t'i injorojmë. Jo rastësisht e përmenda fushatën elektorale, ku shumë pak është folë për ta. Nuk ka pas asnjë debat të vetëm që është diskutu çka do të bëhet nga qeveria e re për kategoritë e ndjeshme të shoqërisë. Kemi diskutu për femrat, kemi diskutu për rinin, kemi diskutu për kulturën, për sportin, pas janë këta pjesë e shoqërisë tonë që e meritojnë të ndajmë disa minuta në një debat të veçantë për ta. Kështu që unë nuk e di se ka po shkoj me këtë lloj mentaliteti, në vend që ta ngrim sa më shumë dita ditës, si duket neve që po shkojmë duke SB dhe sa më pak po merremi me ta, aty këtu kur është ndonjë ditë e veçantë të drejtave të njerëzit ose ku e di dita e sindromit Down ose autizmit ose ditë të tjera të veçanta dhe mendoj që këtu nuk mjaftojnë, mendoj që ne duhet jemi më të zëshëm në përditshmërinë tonë në mënyrë që t'i kemi të integruar në fond barabartë në shoqëri. Përndryshe situata po besoj që ka më shku veç drejt keqësimet. Është gënjyese, sidomos për një person të tillë i cili mundohet, vështirësitë i ka dy fish më të mëdha se sa një person i cili nuk ka probleme të tilla dhe në fund nuk ja den. Unë kisha potencuar një rast, sepse podcasti na lejon që të potencojmë raste specifike. Është një mik i jonë, një mik i imi, dhe se edhe mik i yti jeton Kelmendin. Nuk është dorëzuar asnjëherë. Ka kriju familje, përpos që ka kriju familje, ka studiu, ka përfundu edhe masterin, edhe kam inkuraju që të mos dorëzohet. Fatkeqësisht sot akoma është pa punë. A ka dhe shumë të tillë që presin të punësohen, por që janë të kualifikuar? Ka sa të duash. Dhe në fakt, me këtë gjë më shumë po merren organizatat ndërkombëtare, mirë që e përmende, kam një rast specifik ku OSBE-ja aktualisht në Prishtinë është duke kërkuar punëtor si persona me nevoja të veçanta, që t'i punësojnë në një program internshipi dikun 6 muaj deri në një vit, natyrisht me një pagesë jashtëzakonisht të mirë, dhe këtu tregon fakti se organizatat ndërkombëtare janë më të dhëna karshi këtyre kategorive se sa institucionet tona shtetërore. Fatkeqësisht institucionet tona shtetërore kanë shumë konkurse të hapura, nuk janë specifike për këto kategori, po edhe nëse janë gjithë përfshirëse, prapë nuk është që kanë ndonjë përparësi të veçantë për të punësuar, ani pse ndoshta shumica prej tyre i plotësojnë kriteret edhe kushtet për të punësuar. A janë bazat partijake, a janë bazat familjare që fliten çdo ditë nëpër media, apo cila është arsyeja, unë nuk e di. Mund ta dinë ata që janë brenda organizimit të atyre konkurseve, por a duhet të ndryshoj kjo gjendje? Definitivisht që duhet të ndryshoj, edhe mendoj që duhet nis prej secilit prej nesh. Mos presim veç prej institucionit, se në fund të ditës institucionin e formojnë njerëzit. Jemi ne ata që i formojmë institucionet, po duhet të bëjmë gjëra specifike, gjëra konkrete në tavolinë, jo vetëm të thëna të cilat mbesin pastaj në sirtar për ta. Se gojën e kemi plot, por kur po vjen puna te praktika, secili prej nesh po çalon pak. Femra sot nuk është siç ka qenë, nuk është femra më kuotë, sot shohim parlament që vetëm këtu më duket që kemi arrit një vetdije të lartë. Arrin vota më shumë se sa mashkujt. Po, vërtet. Po më duket që edhe jo nuk keni hyrë në punë, në vendin e punës si person me nevoja të veçanta, por si një person i kualifikuar që me vërtet e ka merituar vendin e punës. Po, e vërtet. Përndryshe unë punoj edhe në radio televizionin e Kosovës. Dhe është e vërtet që kam hyrë përmes një konkursi që ka qenë i hapur për të gjithë, edhe kom pas pikët definitivisht maksimale të testit, që ka qenë diçka e shumë përfolur brenda institucionit, por asgjë e re për mua, sepse unë kisha studiuar shkenca politike dhe gazetari në të njëjtën kohë, dhe kisha diplomuar në të dyja paralel, kështu që për mua karshi mandatit të ambasadorës edhe gjitha punëve tjera që i kisha bërë ishte gjë e thjeshtë.
po konsideroj që për të tjerët mund të mos jetë, të cilët nuk i kanë pas ndoshta mundësitë e mia të aftësimit profesional, po gjithsesi edhe tek ata të cilët nuk kanë pasur mundësi të kenë praktika ose përvoja të ndryshme, duhet t'u krijojmë. Duhet sepse është e domosdoshme. Kosova ka nevojë për kuadro të reja. Aq më tepër tani që shumica e të rinjve po preferojnë të dalin jashtë Kosovës, po preferojnë të punojnë jashtë Kosovës, duhet punojmë që rinin, asetin më të rëndësishëm që e kemi ta mbajmë brenda në Kosovë. Hynesha në Franë. Pse hynesha? Hynesha, vetëm hynesha. Vetëm hynesha, okej. Realisht ai emision i dedikohet A je bazu të hynesha në Franë? Mbase. Po në fakt kam dashur që femrat, sepse emisioni u dedikohet grave të suksesshme të Kosovës, edhe kam dashur që gruan ta shoh si një hynesh të vërtet brenda atij edicioni, që është po ashtu podcast i llojit si ky yti sonte, edhe që ka pas një sukses edhe një ndikim të madh në shoqërinë tonë, po vazhdon jashtëzakonisht mirë, tash i ka 3 vite prej që e realizoj. Nuk e di nëse do ta vazhdoj ende apo do të vi me diçka të re, sepse Teti në rajon jam person që kam qef gjana të reja, nuk është që i bëj gjatë të njëjtën punë ose i përsëris projektet, as në cilësinë e ambasadores nuk i përsëris projektet, gjithmonë vi me diçka të re, kështu që edhe emisioni në RTK po shkon jashtëzakonisht mirë, nuk e di se sa do të zgjatë apo a do të vi shumë shpejt me diçka tjetër, kjo mbetet të shihet. Tani për tani jam shumë e fokusuar tek agjenda e përfaqësimit të Kosovës për këtë vit në arenën ndërkombëtare, që nis nga java tjetër. E pastaj tek pjesa e dytë e vitit do të vim edhe me projektin madhor për të drejtat e njerëzit, siç bëj zakonisht çdo fundvit në vigjilje të ditës ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit. Ka momente kur i diheni e lopër, diheni e mërzitur, kemi pas musafir që kanë qajt, musafir që kogja janë bajnë vetin për urat fort, kanë bëthkevje, janë përballë me armikun, kanë parë masakra, kanë parë gjithçka, por që në studio, momentet caktume dhe kanë qajt. A ka momente të tilla, a të ndodh shpesh që të emocionohesh, apo je kjo vajza që unë të një shumica të njohin, mos të pa emocione, sepse secili kemi emocione, ndjenja, a qanë të bana. Të jesh i bindur, Rajan, që ne që cilësohemi në publik si njerëz të fortë ose si gra të forta, e me personalitetet më të ndjeshme që mund të ekzistojnë. Edhe njëra prej tyre jam edhe unë që është përballë teje sot. Mos më pyet edhe 2-3 herë për lot se kam e shpërthyj çto mbaj. Ka shpërthyj. Kështu që po jam person që çaj, më ndodh shumë shpesh, sidomos pas sfidave të një pasnjëshme që i kam kalu me operime, duket sikur jam bërë më e ndjeshme, sepse më kanë thënë gjithmonë që sfidat të bëjnë të fortë, po në fakt te unë është e kundërta. Jam më e ndjeshme, mund të jem e fortë në aspektin të dukjes ndoshta, por ose të paraqitjes, por brenda në ndjeshmërinë njerëzore jam bërë shumë e ndjeshme se sa që isha. Kështu që ju mashtron nganjëherë ajo pamja e jashtme që po kjo është e fortë dhe nuk ja ndjen për asgjë, në fakt e kundërta. A ka ndonjë simbol, ndonjë këngë, ndonjë vend i cili ju ka shërbyer si qetësim për të kaluar ndoshta momente të vështira? Ta them të drejtën, në këto vitet e fundit kam filluar shumë edhe konsultimin me psikolog, kam një psikologe personale, Antigona Qenaj Sejdiu, që nuk hezitoj ta them kështu me zë të lartë, e cila është marrë shumë me pjesën time emocionale, me shëndetin time emocional, sidomos pas sfidave të operimit, edhe në momente të tilla, siç po pyet, kur ndihemi keq, ndihemi të mërzitur, dojmë çajmë ose diçka e tillë, është adresa dhe dera e parë dhe vetme që unë shkoj edhe e vizitoj, më kanë ndihmuar jashtëzakonisht shumë me u përballë me situata të ndryshme të vështira, qoftë në politikë, qoftë në diplomaci, qoftë tek pjesa shëndetësore sidomos, kështu që jo pa shkas po e potencoj, sepse dua të përçoj mesazhin që është jashtëzakonisht e nevojshme të konsultohemi me psikolog në ditët e sotme dhe nuk dua të dëgjoj që tema e shkuarjes tek një psikolog është ende tabu në Kosovë, sepse nuk duhet të jetë tabu në fakt, është diçka e domosdoshme, nuk duhet na vi turp askujt prej nesh që të vizitojmë psikolog të ndryshëm për të ruajtur gjendjen tonë emocionale, qetësinë tonë shpirtërore dhe për të ndjerë të lumtur. Kështu që kjo është arsyeja pse gjithmonë kur pyeten për gjendjen emocionale, potencoj që është shumë e rëndësishme të marrim këshilla nga profesionistët shëndetësor. Në këtë rast Antigona ka qenë shpëtimtarja ime në këtë pikë, sidomos këto vitet e fundit nga përballja me operime të ndryshme. Para pak kohësh e ke martuar Vllau. Vllau ka qenë shoqëruesi juaj çdo kënd. Nuk peshojnë kohëve të fundit. Është
Vetë se ka rastis që në disa raste kur unë kom pas evente ose gjana tilla vëlla me qenë jashtë shtetit, për ndryshe ne vazhdojmë jetojmë bashkë dhe që ma kujtove një moment që the a ka pas moment kur je ndije mërzitur poshtë pikërisht koha kur vëllau është martu. Sa do që e kom përjetu me një gëzim të jashtëzakonshëm të papërshkrueshëm, ka qenë edhe kjo ana tjetër ku unë jam mërzit shumë, pikërisht për shkak të faktit se me vëllaun jam jashtëzakonisht e lidhur, edhe ai ka qenë pjesë e jetës sime që nga koha e fëmirisë deri në ditët e sotme. Edhe nga njëherë si me shaka njerëzit më thonin tash ta mori Nusja, nuk do e kesh më. Ande e këndej, po jo në fakt Nusja nuk e ka marrë, Nusja në fakt ka ardhur dhe jetojmë bashkë, jemi shumë të lumtur të tretë, kemi gjetë një harmoni me njëri tjetrin edhe sa është diamanti tash në mbështetës, fatmirësisht është edhe Nusja, kështu që diamanti vazhdon të jetë krami dhe po besoj që do të jetë edhe një kohë shumë të gjatë. Çfarë do të thoshe njerëzve? Përmendë rastin e psikologut që është mirë, secili nga ne që kemi ngarkesa, çfarë do të qoftë ajo, kemi këshillime, konsulta me psikologun. Çfarë do të thoshe njerëzve që sot përballen me situata të mëzajshme për ju, sikurse ju që keni kaluar? Diçka që ndoshta do t'ju kishte shërbyer atyre për të kaluar gjithçka që po kalojnë më lehtë. Ndoshta shkurt vetëm flisni me zë të hapur, mos i mbani gjërat, shqetësimet e tuaja brenda, sepse ajo nuk na shërben asgjë. Është jashtëzakonisht e nevojshme t'i flasim ato hapur, qoftë me prindërit, qoftë me një mik, me një mikeshe që e ke të afërt të besueshme, ose sidomos me psikolog, ajo nuk diskutohet, sepse sa më shumë që flet, ti e heq atë negativitetin prej vetës, edhe pastaj duket sikur edhe problemet e kanë një qasje më të lehtë, një rrugë më të lehtë për t'u zgjidhur. Sa më shumë që mbylemi në vete, sa më shumë që tentojmë të zgjidhim të gjitha problemet vet, do ta kemi shumë më të vështirë. Në fund të ditës, jemi njerëz dhe secili ka nevojë për njëri tjetrin. Sot asgjë nuk mund ta arrish vetëm. Është absurde të thuash që gjithçka kam arrit vetë në jetë sepse nuk mundesh. Një ditë do të kesh nevojë qoftë për një prind, qoftë për një motër, për një vëlla, për shoqëni, ku ta dijon. Kështu që është mirë ta ruajmë atë unitetin e përbashkët edhe të jemi afër njëri tjetrit atëherë kur kemi nevojë. Prandaj mesazhi im është t'i flisni gjërat me zë të lartë. A besoni se dhimbja, sfidat, gjithçka që keni kaluar ju kanë bërë më të fortë apo më emocional ndoshta? Jo ta thash, nuk më kanë bërë më të fortë, më kanë bërë më emocionale, shumë emocionale. Ndoshta më kanë bërë më vigjilente për jetën, jam më e përgatitur për jetën tash, çka do që të vije, di ndoshta në çfarë situate të veproj, të reagoj, edhe si të reagoj, sidomos, por më të fortë nuk do të thoja. Jam shumë emocionale, jam shumë e ndjeshme, dhe nganjëherë dua t'i shoh krejt njerëzit sikur veten, emocional të ndjeshëm edhe të dashur. Për mua është shumë e rëndësishme të shpërndaj dashni dhe ta marr atë. Mendoj që dashnia është gjëja kryesore që neve na mban në jetë dhe nuk duhet të humbas mes njëri tjetrit sepse ditëve të fundit me ambientin toksik që është krijuar tek ne, sidomos pas pandemisë, sikur kemi harruar ta duam njëri tjetrin edhe t'i japim qoftë një fjalë të vetme të mirë, e kjo është shumë e rëndësishme. Sidomos tek njerëzit që kanë sfida të ndryshme si unë, një fjalë e mirë di ta çojë motivin tepër lart, po një fjalë e keqe di tul komplet për tokë. Kështu që ka shumë rëndësi se i qase me njëri tjetrit. Edhe njëherë po kthehem, jam e fortë, po jam edhe shumë emocionale në të njëjtën kohë. Nuk është potencu, nuk është prek, nuk është përmend, ndoshta për shkak të paragjykimeve, gjanave tjera. A mendon se personat me nevoja të veçanta është mirë të krijojnë familje? Natyrisht unë kur s'kam qenë kundër kësaj. Madje jam kundër faktit kur dëgjoj nëpër familje të ndryshme të Kosovës që okej, hajt e kanë punën ata, e kanë jetën, ta kenë shëndetin, gjërat e tjera s'kanë rëndësi, po pse më s'kanë rëndësi, secili ka ndjenjat e veta, secili dashuron në formën e tij të mundshme dhe unë jam totalisht pro që secili person të krijojë familje në formën e tij. Ashtu siç ai di, ashtu siç ai mundet, sepse familja krijohet me dashuri, edhe mendoj që secili dashurojmë në formën tonë. Nuk e përcakton fakti a je person me nevojë të veçanta apo jo, a duhet të dashurohesh ose jo. Kjo është absurde, veç ta mendojmë, lërë më ta praktikojmë ose ti themi dikujt që ti s'ke të drejtë të martohesh ose të krijosh familje vetëm se ke një vështirësi të caktuar, shumë absurde. Nuk mund të them që s'kam dëgjuar edhe kohët e fundit, sidomos këtu në Pej. Jam pak e zhgënjur me këtë lloj mentaliteti që ende po mbizotron këtu. Duhet dalim prej këtij koncepti që nëse ke një vështirësi, ti duhet ta kesh vetëm punën, shëndetin, një banesë aty këtu,
edhe kryhet me kaq. Jo, mendoj që secili duhet mendojmë për të krijuar familjet tona, nëse kemi fat natyrisht se kjo gjë shkon edhe me fat, nuk është me dëshirë absurde. Po kjo është temë tipike tabu që flitet tepër pak në Kosovë. Edhe kjo më pengon jashtëzakonisht shumë. Kam disa ideja bashkë me zyrën e OKB-s në Kosovë që të nisim një fushatë globale që flet pikërisht për shëndetin riprodhues të kategorive të marginalizuara edhe krijimin e tyre të familjes. Kjo do të ishte ideja më e mirë, më e qelluar, më e paprekur. Ne në shkencë themi një grithje shkencore, që nuk e ka prekur askush. Pra po them diçka tabu që në familjet tona, familjet tradicionale, akoma përmende. Ka problemin, ta lëm, të mos zgjerohemi, të mos merremi me të, të mos vazhdohet sepse mundet me qenë trashëguese, të mos rritemi, gjëra të cilat këtë rast janë për mua janë gjëra absurde, janë totalisht kundër, luftoj kështu me krejt forcën time që t'i ndaloj këto muhabete i quaj unë të kota mes kafeve të ndryshme të njerëzve. Duhet dalim prej këtij koncepti, duhet jemi pak më mendjehapur, edhe të mendojmë edhe për anën e ndjeshme edhe të dashurisë së tjetrit, edhe jo të jemi egoistë edhe të shohim njerëzit vetëm se si duken. Unë e kam thënë gjithmonë, dukja është relevante, shkon dikur, po ndjesia, ndjeshmëria, njerëzilliku që ti e ke brenda, ajo është e përjetshme. Dhe ne duhet fokusohemi këtu, se nganjëherë kemi harru, e shohim edhe njeriu si një lloj amballazhe të këtij uji, për shembull. Nuk është njeriu amballazh, njeriu duhet ta shohësh pak më thellë. Dokumentarin e ke. A mendon ta kesh një libër autobiografik? Kam pasur shumë sugjerime të tilla, po nuk e përjashtoj nga mundësia, edhe pse dokumentari konsideroj që më është bërë në një moshë të re, edhe kur e kam marrë ftesën për të më bërë dokumentari, kam qenë pak hezituese, sepse më duke vetja shumë e re për dalë me një dokumentar, mirë po ka qenë kërkesë e jashtëzakonshme edhe publikut, por edhe televizionit që e ka realizu, edhe ka dalë po besoj në formën më të mirë të mundshme, është njohur një elvan tjetër prej asaj që publiku është mësuar me pa. Sa i përket librit po, nuk e përjashtoj si mundësi, po jo tani kam prioritetet të tjera, libri do të vi dikur krejt më vonë, kur të kemi ende çka t'i themi njerëzve për veten tonë. Nëse të ta shihni këtë histori, gjithën që folëm, dhe që ndoshta mbetëm shumë pa theksuar si një film. Cili mendoni do të ishte momenti më i fuqishëm apo emocionalisht më i fortë për ju brenda këtij filmi që realisht përfshin të historinë tënde? Kam 3 momente të tilla të veçanta në jetë. Është momenti kur ka përfundu operimi heroik 7 orësh që më ndryshoi komplet sistemin shëndetësor të jetës një. Në 2010 janë diplomimet e mia në shkenca politike dhe në gazetari që ka qenë një ëndër e imja, por edhe prindërve të mi, e mamit, babit edhe tërë familjes, dhe është momenti kur jam emëruar ambasadore. Ceremonia kur e kam pranu misionin e ambasadorës. Këto janë 3 momente shumë të veçanta në jetë, shpërthyese do të thoja, në etapa të ndryshme dhe komplet me tematika të ndryshme, cilat e kanë formuar Elvanën si personalitet. Për fund, sepse minutazha është po më tregojnë rrezia që e kemi te kaluar, megjithatë biseda ishte që nuk mund ta ndërprej. Keni pas vizita të shumta, udhëtime të shumta, sa gjuhë të huaja njëni? Elvana e një 2 gjuhë të huaja, pa e llogaritur natyrisht gjuhën shqipe, flas gjuhën angleze dhe gjuhën gjermane rrjedhshëm. Aty këtu kuptoj edhe nga gjuhët e tjera tash nga vendet aziatike dhe afrikane, cilat i kam vizituar dhe i kam shumë për zemër, realisht jam adhuruese e vendeve aziatike, por ato janë thjesht disa fjalë të shkurtra të vogla përshëndetse që unë i kam mësu. Cilin prej këtyre vendeve që ke vizitu ishe kthyer një herë? Isha kthy në Dubai, në të cilin jam rikthyer një 5 herë, edhe në Tajland kam qenë 2 herë, madje jam shpërblyer edhe me një çmim ndërkombëtar atje vitin e kaluar, por edhe Nepali më kalon shumë përshtypje pavarësisht që është një nga vendet më të pazhvilluara që i kam vizituar në jetë, por edhe si i tillë, aty ka pasur shumë dashni për punën, shumë vullnet për punën, është populli më punëtor që mund ka rastis ti takoj gjatë të gjitha udhëtimeve të mia. Kështu që do të isha rikthyer edhe një herë, edhe sa herë që të kem mundësi, sa i përket zhvillimit të jetës ose karrierës, natyrisht Amerika është vendi mundësive, sidomos New Yorku për shkak të OKB-s dhe misionit që unë mbaj,
Ndërsa sa i përket jetesës, Zvicra është e pakontestueshme. Aty kam jetu 2 vite gjatë kohës së luftës, do të rikthehesha, natyrisht edhe rikthehen sa herë që të kam mundësi, kështu që kam një miks të shteteve me arsye të ndryshme dhe të veçanta pse do doja të rikthehem disa herë. Ivana, të lëndëroj shumë që ishe pjesë e këtij episodit protagonist. Të uroj shumë sukses, shëndet, por edhe vazhdim të misionit tuaj të shajt për këtë kategori shumë veçantë, shumë të ndjeshme, por shumë dashur për gjithë neve, që ta dërgosh në vendin e duhur, në momentin e duhur, situatën më të mirë të mundshme, sepse tham nuk kemi në situatën më të mirë. Andaj zëri juaj është zëri më i fuqishëm që e ka pasur ndonjëherë shqiptaria, kështu që mos u ndaj, mos u tërzo, vazhdo këtë luftim ashtu siç ke filluar, me besim të plot, me shumë dignitet, edhe me shumë forcë, me shumë dashni, me gjitha këto cilat realisht e kam vështirë t'i përmbledh, sepse gjitha përfshihen në një emër siç është Elvana Shala. Rajan, faleminderit shumë për atë kohë të jesh i bindur që për atë kohë sa do të kem përballë njerëz si puna juaj që e kanë vlerësuar, e kanë mbështetur gjithmonë punën time dhe personalitetin tim. Unë do të jem ajo vajza e fortë që do të mundohem t'ju bëj krenar jo vetëm qytetin e Pejës, por në barë Kosovën, edhe do të më keni këtu sa herë që të keni nevojë për prezencën time. Faleminderit shumë. Miru pafshim në episodin e radhës.